Gruaja e Erjon Veliajt në paraburgim. Skandali i arrestimit të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, duket se po merr një kthes të re dhe më shokuese. Lajmet të fundit sugjerojnë se edhe bashortja e tij, Ajola Xoxa, mund të përballet me probleme serioze ligjore dhe madje mund të kalojë në paraburgim, duke zgjeruar kështu rrezën e hetimeve që po tronditën politikën shqiptare. Ngjarja që bëri bujë disa muaj më parë me arrestimin e kryebashkiakut të kryeqytetit la të zbuluar dhe disa çështje të reja që habitun publikun shqiptar. Sipas raportimeve, përtej akuzave ndaj Erjon Veliajt për shpërdorim detyre dhe korrupsion, doli në pa dhe një element i ri shqetësues: shpenzimet marramëndse të bashortes së tij. Informacionet e publikut tregojnë se Ajola Xoxa ka shpenzuar rreth 800.000 euro për blerje online, kryesisht në rroba dhe bizhuteri. Kjo shumë astronomike për standarde shqiptare, e cila për shumicën e qytetarëve të vendit përfaqëson një vlerë të paarritshme për të gjithë jetën, ka shkaktuar indinjat të thellë në opinionin publik dhe ka ngritur pyetje të shumta mbi burimet e këtyre të ardhurave. Fillimisht Ajola Xoxa nuk u akuzua formalisht për asnjë vepër penale, por u detyrua të paraqitej disa herë në gjykatë për të dhënë sqarime. Megjithatë, zhvillimet e fundit sugjerojnë se pozita e saj ligjore po komplikohet. Burimet pranë hetimit theksojnë se ajo mund të përballet me akuza për mbështetje në veprime të pretenduara korruptive të bashortit, si dhe për mosdeklarimin e të ardhurave, një vepër penale që mund të justifikojë dhe vendosjen e saj në paraburgim. Ekspertët ligjor theksojnë se mospërputhja e dukshme midis të ardhurave të deklaruara dhe shpenzimeve marramëndse përbën një ndër elementet më problematik të kësaj çështjeje. Në një vend ku paga mesatare është një fraksion i vogël i shumave të shpenzuara për artikuj luksi, një sjellje e tij konsumatore ngjan dyshime serioze për burimet të padeklaruara të ardhurash. Situata e Ajola Xoxës po ndiqet me vëmendje të veçantë nga mediat dhe opinioni publik, veçanërisht për shkak të profilit të lartë të çiftit. Në ditët në vazhdim, pritet që SPAK të vendosë formalisht për pozicionin e Ajolës në këtë hetim, dhe nëse do të ketë masa të reja sigurie ndaj saj. Mbetet për tu parë nëse kjo ngjarje do të zgjerohet më shumë në rrezën e hetimeve për korrupsion në nivelet të larta qeverisje vendore dhe qendrore në Shqipëri. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like edhe subscribe.